Unë kam afërsisht 3 vjetë që vuaj nga kanceri i gjirit dhe se si e kuptova ishte një rastësi. Në shtëpi gjatë larjes në dush fillova të këndolloja 2 gjokset e mia dhe konstatova diçka aty dhe pastaj vajta për të bërë një vizitë tek doktoresha. Por në moment kur doktoresha më tha që te vjollcat e ty nuk shkon çdo gjë mirë, me thotë drejtë u shqetësova jashtëmase. Por duke parë veten time, forcën time që kam, në fillim e përballova pak me siklet. Por lufta ishte shumë e gjatë sepse unë vazhdova të kurohesha në Itali. Që të veja e të vija në Italia në Shqipëri me një diagnozë të tillë për mua ishte një luftë shumë e madhe. Luftë për shëndetin, luftë nga gjendja ekonomike, nga të gjitha anët. Por nga kimioterapit që unë beja, ishin shumë të forta dhe isha shumë e lodhur. Unë forcën e gjeta në fillim e gjeta te vetvetja, pastaj kisha një mbështetje shumë të madhe nga familja ime, nga mbesa ime, Lediona, nga kushërira ime Mimoza Jasini, nga kolektivi im i punës, nga drejtori im Muharrem Sharka, nga kryetare e bashkisë, nga ish deputetja Lindita Buxheli dhe nga shumë shokë e shoqe edhe miq që mua mu bashkuan që më dhanë një forcë të madhe. Plus kisha dhe vetë kurajon shumë të madhe që thoshja unë do ta mposh këtë lloj sëmundje. Do ta mposh sepse jeta është shumë e bukur për ta jetuar, jeta është shumë e çmuar, sidomos për ne femrat që ne jemi gjithçka, jemi motor i jetës, jemi frymëzimi, jemi në familje, jemi motor për të gjithë. Domethënë gruaja është gjithçka. Cili do të ishte për ju sot një mesazh i fortë për të gjitha gratë, nënat, motrat për këtë ditë? Unë e bëj një mesazh dhe e kam bërë dhe më përpara dhe e them të gjithë motrave, nënave, gocave që mos të tolerojnë më shëndetin e tyre, mos të neglizhojnë, por duhet se s'ben, jo një herë në vit, duhet i bësh analizat çdo 6 muaj, duke lënë minjan, një kafe, një fustan, një bluze, edhe duke bërë një parë analiza, sepse shëndeti është gjithçka. Nuk ka më vlerë të madhe se çka shëndeti, nuk ka absolutisht asnjë gjë vlerë tjetër përpara shëndetit. Faleminderit. Faleminderit.